Komandanti i lartë i NATO-s, admirali James Stavridis, tha sot në Prishtinë se shkurtimi i forcave paqëruese në Kosovë që do të fillojë të zbatohet muajin e ardhshëm është pasqyrimi i përparimit të arritur në vend. Pas një takimi me komandantin e KFOR-it, generalin gjerman Markus Bentler, admirali Stavridis nënvizoi siç tha përparimin e jashtëzakonshëm që është shënuar në Kosovë, duke veçuar procesin e zgjedhjeve për pushtetin lokal në raundi i parë, i cili u mbajt në mesin e muajit të kaluar. And because of the progress, we have developed a plan that will reduce the forces from NATO. Për shkak të përparimit ne kemi planifikuar shkurtimin e trupave të NATO-s në rreth 10.000 deri në fund të janarit. Kjo është një shenjë fuqishme e përparimit dhe suksesit dhe ne do të ecim përpara me kujdes dhe në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë në Kosovë. Admirali Stavridis mohoi të ketë një lidhje të drejtpërdrejtë ndërmjet shkurtimit të trupave të NATO-s në Kosovë dhe kërkesave për shtimin e trupave të kësaj aleance në Afganistan, por ai tha se mënyra se si është punuar në Kosovë mund të jetë fare mirë një model për Afganistanin. Admirali Stavridis tha se nuk sheh ndonjë kërcënim për qëndrueshmërinë në Kosovë, duke nënvizuar bashkëpunimin e institucioneve vendase ndërkombëtare në funksion të kësaj qëndrueshmërie. Bashkëpunimi i tillë ishte pjesë e zotimeve të udhëheqësve të Kosovës dhe atyre të misionit të Bashkimit Evropian për Policinë e Drejtësinë, i cili sot shënon një vjetorin e fillimit të vendosjes së tij në Kosovë. Shefi i EULEX-it Yves de Camabon tha se ndërtimi i një shoqërie demokratike nënkupton krijimin e një sistemi funksional të sundimit të ligjit dhe një drejtësi të pavarur. Në këtë kuadër ai tha se janë duke vetuar pohimet e ngritura nga Nazim Blaca, i cili ditë më parë hodhi akuza publike rreth përfshirjes së zyrtarëve të lartë politik në siç thuhet vrasje politike. Justice is a long and slow process. It's a very complex process. Drejtësia është një proces i gjatë dhe shumë i ndërlikuar. Nuk mund të zgjidhim rastet brenda natës. Duhen hetime dhe duhet të sigurohemi për rrugën në të cilën kërkojmë drejtësinë. Vendosja e EULEX-it në Kosovë që filloi në ditën e sotme të vitit kaluar ishte paraparë me planin e kryenegociatorit Marti Ahtisaari, në bazë të cilit të shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Misioni i cili përbën nga rreth 3.000 pjesëtar nuk është parë me sy të mirë nga serbët e Kosovës, posaçërisht ata të veriut të vendit. Ndërsa në nënshkrimin e një protokolli për bashkëpunim me policinë serbe në shtator të këtij viti, bëri që marrëdhëniet e këtij misioni me institucionet e vendit të jenë të acaruara. Sot në shënimin e përvjetorit të parë, udhëheqësit e Kosovës i cilësuan të shkëlqyera marrëdhëniet me këtë mision, i cili është i paanshëm ndaj statusit të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.